krejt njerëz nuk bojnë kujdes për fëmijët edhe për krejt njerëz që janë nëpër rruga. Si mund të rregullohet tani përveç shtetit ne qytetarë, çfarë mund të vim ndihmë? Sigur ndiheni për fëmijët tuaj kur dalin dhe lozin në park. Po këta sidomos si pinë alkool, janë shumë keq. Dhe si riu në atyre, mrapa, arsyet nga më të voglat fare, një ta marë fëmijën edhe ikën se 6 vjeçari që s'gjendet më. Fëmijët në Shqipëri nuk janë hiç të sigur sepse mungon infrastruktura e duhur, parqet, siç e kemi parë që vendet janë betonizuar kudo, kështu që nuk ka siguri. Ka siguri fare s'ka. Masa shteti s'merr për këtë punë. Ju bën me veç këtë ndodhin aksidente e të vritën fëmija. E nxjerrim jashtë, po ma nuk e lëshoj këtë dorën, vetëm kur shkëputet dhe dora, se nuk e lëshoj se s'po ndodhen e s'po shikojmë, mos pijit fare. Do rregullohet. Shteti e ka në dorë, pretendojmë që do rregullohet. Krejt njerëz nuk bojnë kujdes për fëmijët edhe për krejt njerëz që janë nëpër rruga. Të sigur nuk i kemi. Kush mendoni se duhet të mbaj përgjegjësi, duke nisur edhe nga rasti i Durrësit, po edhe raste të tjera? Duhet të mbaj përgjegjësi shteti, duhet të mbaj përgjegjësi drejtuesi i automjetit apo familja? Shteti për kush e ka? Ka luftar paja? E parë do të jetë familja, përgjegjës, që mos ta lej fëmijën të dali, pastaj do të jetë shteti, të marrë masa për këtë gjë. Shteti, sigurisht ai që e shkakton të marrë dënimin e merituar. Përgjegjës shteti, policia. Ndodh po policia s'merr masa, ai person që gjenjet me alkool, për mendimin tim duhet me heq patentën edhe me gjithë makinë me arrestu. Qofse fëmia edukohet edhe e shoqëron dikushi, kur e din se e ka pak si alabak, atëherë s'ka çfarë më shteti. Normalisht do të më kanë reglamentuar, me thonë me patent shoferit e pa alkool në vozitja, ama tash nuk mundem me kontrollu çdo njërin e me pas sigurim për ta. Ja ka të saj, shteti ka të shumtën. Ai që shkakton aksidentin, ai është kryesori. Po mendimin tim, ai si ka shkaktu, ai e ka gjithë atë në gabimet. Si mendon që duhet të zgjidhur gjithë kjo situatë? Të shtoj burgjet, e të fusin burg edhe tjetër hata, e kuptoni? Ulen palët të dakordcojnë dhe ato fondet mos të shkojnë atje ku s'duhet, por atje ku duhet. Zgjidhet mund të politika po s'mur vepa shteti, po s'vepoj shteti çfarë populli çka ka më bë. Si mund të rregullohet tani përveç shtetit ne qytetarë, çfarë mund të vim ndihmë? Të vinë në qeveri njerëz të ndërgjegjshëm, duhet të punojnë me shpirt nëse duan të punojnë, nëse duan të vjedhin, e dim në shtetin të shkojnë të vjedhin.